Në harkën kohor të 2 javëve, Izmir Smajlaj në cilësinë e presidentit e Federatës Shqiptare të Atletikës është në Shkodër në stadiumin Loro Borishi. Izmir, në fakt ju jeni në shtëpinë tuaj, por unë them në Shkodër riktheheni pasi tashmë angazhimet tuaja ju bën të jetoni në kryeqytet tek puna juaj tek Federata Shqiptare e Atletikës, por për herë të dytë brenda 2 javëve për të ndëruar 2 figura. Javën e kaluar Fedit Dizdarin dhe sot trajnerin tuaj, Vildan Tufi. Atëherë, graci për mua është kënaqësi e jashtëzakonshme të jem në Shkodër. Unë përveç aktiviteteve sportive, unë vin në Shkodër si kam edhe familjen këtu. Por të flasim pak të këta 2 aktivitete që u bënën, edhe fundit ishte sot profesor Vildanit. Si president, unë e kam për detyrë me ndëru këto figura ka shuar që i kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në atletikën shqiptare dhe kësaj shkodrane. Por sot do më falë, sepse s'do flas si president, por do flas si Izmir i vogël që u rrit në krahët e profesor Vilit. Unë e kam filluar stërvitjen me profesor Vilin që në moshën 9 vjeçare. Më ka pa të u rrit, më ka pa të u formu, ku përveç pjesës sportive që më mësejat shumë, unë falti kam formu dhe personalitetin që kam sot. Profesor Vili ka qenë një mentor i mrekullueshëm, një psikolog i shkëlqyer dhe ka qenë, që unë e kam shpreh gjithmonë, ka qenë si një prind i dytë për mua. Fjalë brillante, me të vërtetë e meriton profesor Tufi këto fjalë, këtë konsiderat, këtë vlerësim të mirënjohje nga ana e juaj për profesorin tuaj, sepse unë kam pasur fatin të ju ndjek në karrierën tuaj sportive, ju dhe profesor Vilin, me sa gara dhe emocionet kanë qenë të pallogaritshme. Po diskutim, unë them dhe që falë profesor Vilit jam këtu ku jam sot dhe do të jem gjithë jetën mirënjohës për gjithë shka që mbla. Edhe profesor Vili është dometë gjithmonë pjesë e zemrës teme. Izmir, janë të shumta rezultatet pozitive, medalet, titujt kampion, rekordet në Shqipëri, jashtë Shqipëri, ballkanjata, evropiane, botërore. Po do donim disa me pikantet që i keni arritur duke pasur pranë edhe trajnerin Vildan Tufi. Është e vërtet, gaci, kena fitu shumë tituj ndërkombëtar, shumë i tinxhe, por mendoj që momentin më kulmor bashkë me profesorin e kena pas në Beograd në 2017, ku brenda javët dol me kampion Ballkanit dhe kampion Europës. Dhe nuk e harroj kurrë profesorin Vilin në kërcimin e fundit, ku më kishte mbet edhe kërcim. Aty në fakt isha i tretë dhe më thirrri veç më tha, kampion, tregoj vetin, tha se kush jena dhe çka kena bërë atë sa vite për më arrit deri këtu. Tregoj tha këtyne se që mundet me bëjë shqiptari. Dhe ashtë të nolli edhe arrita mu shpall kampion Europët. Për post procesit stërvitor apo edhe garve, ju keni pasur mundësi dhe rast të qëndroni gjatë dhe në jetën e përditshme në kohën e lirë. Si ishte Vildan Tufi në jetën e përditshme, në aspektin shoqëror, në aspektin ju thatë si një prind? Profesori ka qenë një edukator, një mësues, një prind e mrekullueshëm. Profesorit i ka pëlqyer gjithmonë me punu në heshtje, se mendoj që përveç formimit që na ka dhënë si sportista, na ka formu edhe që me kanë qytetar të mirë me vlera. Dhe kënaqësi e veçantë sot kur pam në garë edhe mbesën e tij që e ka adhuruar shumë, e nisi punën me te, e nxori si talent dhe kishte shumë besim për të ardhmen, se kemi komunikuar shumë shpesh me profesor Tufin, kur mbesa e tij, vajza e vajzës dhe Luan Hetu si ishë baseballist i Vllaznisë, dhe sot u shpall kampione në mbesa e tij. Luis Heta. Luis Heta, po, e për kësaj, për rezultatin, unë e maj mend gjithmonë kur bashim bisedime me profesorin që ishte një besim shumë më të Luisi edhe më thote Izo maj mend ka një ditë të do ecën shumë para do bëhet kampione. Edhe shpresoj të nollin ashtu. Po ja arrin me sukses hapat e parë janë një sinjal shumë pozitiv. Dhe pikërisht në garën e kërcimit së gjatë, në garët tuaja të preferuara, aty është përqendruar për momentin. Aty është përqendruar sepse aty ka talent, ka një kërcishmëri që ja ka falë Zoti. Edhe shpresoj shumë që në të ardhmen bëhet një atlete shumë e mirë. Por krahas saj edhe vajza e djalit u shpall fituese sot, djalit i profesor Tufit. Besoj profesori tash kjo është pjesë e trashëgimisë edhe shpresoj shumë që ta nderojnë lartë emrin e tij.
Izmir Smallaj, faleminderit për këtë intervistë, kemi realizuar shumë intervista, por këto në cilësinë e presidentit janë edhe më interesante sepse jeni pjekur formuar dhe sot ishte krejt e veçantë sepse folet për një figurë të madhe të atletikës shkodane dhe asaj shqiptare, por për një mësues, edukator dhe një profesor që karriera ju sportive është shumë e lidhur me të, si Vildan Tufi. Po patjetër se marrëdhënia jonë mendoj që ka qenë më shumë si një trajner dhe një sportist, por ka qenë një marrëdhënie shumë e veçantë. Dhe siç ta thash më parë, do të jemi mirënjohës për gjithçka që më ka dhënë. Respekt e suksese, zoti president. Faleminderit, Gaci.